Hey, super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Mendova se Halloween ishte një festë e mirë dhe se gjërat e frikshme janë argëtuese. Po kur kuptova se djalli adhurohet, e lash fare si festë. Jane nuk është e vetmja që nuk merr pjesë më në festimet e Halloweenit. Edhe unë qëndroj larg picës Frankenstein dhe grushtit të fantazmave, supë me gjak me mange, dreq, mësëmur. Në orën e anglishtes folën vetëm për Halloweenin. Babi im i tha mësuesit se ka një sfond okult, që do të thotë se fuqitë e padukshme janë të pranishme. Pastaj isha e lirë të largohesha nga klasa. Po pse Ralfi nuk ka dëshirë të festoj Halloweenin? Unë besoj në Zot dhe më mirë të bëj atë që ai thotë. Lexonin këto vargje nga Bibla nga libri i ligjit të përtërir, kapitulli 18 dhe vargu 9. Mos imitoni rrugët e neveritshme të kombeve. Zoti është dashuri. Ai na paralajmëron sepse na do. Urdhrat e tij janë të mira. Kushdo që dëgjon atë, nuk do të bjerë në grackën e Satanit. Nuk e dija që djalli shihej pas Halloweenit, por lexova për këtë në një fletushk. Më tronditi plotësisht. Tani do t'i lajmëroj të gjithë për këtë gjë. Dhe lexova fletushkën me zë të lartë në shkollë. Mësuesi im më lejoi që ta bëja këtë gjë. Besoj se nuk jam e vetmja që sapo e mësoj këtë të vërtet, por e them edhe tani. Halloween pa mua. Shpresoj që shumë të tjerë të thonë së shpejti të njëjtën gjë. Nëse do ta kisha ditur më herët se Halloween është një festë e Satanit, atëherë nuk do të kisha qenë kurrë pjesë e tij. Ndoshta ju nuk e dinit dhe keni marrë pjesë në festë. A të vjen keq për këtë gjë? Mos ke frikë. Jezusi është fitimtari. Lutju atij sot sepse ai të dëgjon. Nëse do të dish se të lutesh, lutu kështu. Zoti Jezus, faleminderit që më ke dashur. Të lutem, më fal që mora pjesë në Halloween. Nuk do ta bëj më. Tani dua të jetoj për ty dhe të lexoj fjalën tënde, Biblën. Unë besoj në ty. Faleminderit që vdiqe për mëkatin tim. Amen. Jezusi u përgjigjet këtyre lloj lutjeve menjëherë. Ai ju fal, sepse ju do. Dhe kur e lejoni të hyjë në jetën tuaj, ai është gjithmonë me ju dhe do t'ju mbrojë. Bëj edhe ti si Beti. Tregoju të tjerëve se kush shihet pas Halloweenit. Ndoshta edhe ata do të besojnë tek Jezusi dhe do të thonë Halloween pa mua. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Këto histori mund t'i ndiqni në çdo kohë në YouTube në kanalin e Radio 7 Albania. Nëse keni pyetje na shkruani në fëmijë@radioviz7.net. Nga Leda, miru dëgjofshim së shpejti.